të qeverisërit nuk do të rezultoj me rritje ekonomike stabile. Para se me dalë tek bizneset edhe një pyetje për fund, tek çështja e qeverisë. ZRE-ja pa dhënë një propozim, sepse nuk e sheh në asnjë formë tërheqjen e vendimit për rritjen 16.1%. Mirë po, ka propozuar që nëse doni me u largu bara prej juve, mundet qeveria me subvencionu. Qysh e mendoni ju si eksperti i ekonomisë pjesën e subvencionimit të kësaj tarife nga qeveria për qytetarët? Une jam i dhëtare asaj që, siç thash në fillim, nëse do të kishte diçka për një investim, po do të shta, por që edhe me këtë sjellje subvencionim të vazhdueshëm, edhe kjo nuk është zgjidhje. Por kjo ndodhi në një kohë jo të favorshme edhe për protestuesit, edhe për ata që ngrisin zërin, sepse tani ne folëm edhe në fillim që nuk kemi institucione tash. Edhe ZRE-ja, nuk jam jurist, por me sa di jep llogari dhe kuvendit. Nuk kemi kuvend, nuk kemi qeveri, dhe në fakto nuk ki adres kujt janë kohësh. Vetëm, së me thonë, karem të shpëtimit me sa ndëgjova, është vetëm përmes gjykatës kushtetuese, po aja vetëm do të jep një mendim, do të prolongohet, do të shkon shumë gjatë, por kur flasim nga ana e zgjidhjes, është diçka shumë e largët, që edhe ky sjellje ZRE-s me një mënyrë me gjujt topin tek qytetarit dhe vazhdoni ju bani çka doni, edhe kjo nuk është korrekt. Edhe nëse kanë bazë ligjore mbi bazën e tregtisë së lirë, nuk kanë anë morale, sepse të ke fundit të mirën dhe të keqen do të ndajmë të gjithë së bashku, se mos letër do të më hedh topin tjetrit, por me mënyrë gjithë këtë kaos, gjithë këtë problem të mbartëm gjithë së bashku, por që e kanë zgjedhur mënyrën më të mirë dhe vetëm populli është bosi një lloj topi ping-pongut, prej opozitës të ZRE-ja, prej ZRE-s të qeveria në heshtje, presidenca, po vetëmit që i vujnë pasojat janë po një popull i fjetur më sprit edhe tjetër. Pra, unë nuk jam për me qenë i dhunshëm. Edhe mu më kanë pengu edhe kur ka qenë edhe kjo qeveri kur ka qenë në opozit, më ka pengu sjellja e dhunshme e tyre dhe prapë më pengon çfarë do dhunë, por që protesta, pakënaqësia më shpreh në mënyrë qetë, por në mënyrë masive është shumë demokratike. Dhe këto ne nuk jem duke zbuluar në gratë, por diçka që na ka mësuar edhe shtetet e perëndimit, demokracitë më të mëdha, që jam shumë i bindur që edhe ky vendim i ZRE-s, edhe nëse ka edhe mbështetjen e qeverisë aktuale, nëse do të jenë protestat masive, nëse do të ngritet i tërë populli, ai vendim do të shfuqizohet dhe do të reflektojë në mënyra të tjera qeveria tek e fundit për një kohë të caktuar le ta subvencionon derisa të merret një vendim konform që gjithmonë janë për me bë diçka një investim kapital. Dhe aq më shumë kjo qeveri për 4 vite nuk bëri asnjë shenjë për investime kapitale. Nëse çdo qeveri ka mbeti diçka e mira ose e keqja që ka investuar po ka bën diçka, së paku kjo qeveri do të ishte dashur që të bëjë do të thotë një investim në raport me ngritjen e stabilimentit të prodhimit të energjisë elektrike, që do të jetë me një mënyrë një zgjidhje e së ardhmes, por që saqë edhe kjo qeveri me një mënyrë edhe i ka prolongu, i ka ndërprer edhe disa marrëveshje që kanë qenë ndërkombëtare për të bënë një ndërtim i ri, gjithmonë me atë hezitimin, me ato dyshimet, por që edhe vetë nuk po bën diçka të tillë, gjithmonë ka arsyetim dhe shfaqsim, por që do ta ketë qartë që vendi don me pas politika ekonomike për të zhvilluar bizneset, më ngrit mirëqenia e qytetarit dhe rrjedhimisht më fuqizu edhe vetë arka shtetit, por që deri me tani kanë zgjedhur këtë mënyrë të qeverisërit, por që si ekonomist, me ide në atë kuptimin që me ide liberale, me ide të tregtisë së lirë, kjo mënyrë të qeverisërit nuk do të rezultojë me rritje ekonomike stabile.